akuzat që u hodhën mbi ju janë... Unë i kam bledhë dhe gjitha letrat tu, por nuk të bëj gjyqin tuaj, sepse... Po thuaj mërë, pa kam të gjuar unë dhe një... Jo. Po jo, unë do t'i them si pyetje. A u penalizuat nga akuzat për lidhje tuaja me vendimet dhe pronat e vjerit tuaj? Ska, ju jeni gazetar. A jeni gazetar i vjetër? Po. Me një kamerë? Qo, Adriatik, të themi një gjithë thjesht. Ndryshe nga këta të tjerët, ti je avokat. Ke qenë avokat. Po. Detyra e avokatit, ju e keni ndjekur një film të mirë, të rëndësishëm i Hollywoodet isha i Amerikan, avokati i djallit. Avokati është avokati kujdo. Nuk duhet të... Ti mund të jesh avokati një kriminali, mund të jesh avokati dikujt tjetër. Po aty kishte akuza që ju veproni si sekseri vjerit po ta shpjegoj tani. A jeni gazetar? Po. Tani ju lutem, shkoni në gjykatën e Sarandës, shkoni. Bërë një kërkesë si gazetar. Nuk kam ndërmend tani. Po mirë mo tani, ati shpjegoj njërës. Po të pyes ty tani kanë mbaruar zgjedhjet dhe atë penalizoj kjo gjë. Po më pyet more tani. Po. S'kam si ta shpjegoj njërës. Okej. Shkoni atje thoj, po. Tani unë po të them, shko në gjykatën e Sarandës, ti shko ose jo, bëj si duash, po unë po ta them ty dhe ndonjë tjetri. Qartë. Dhe bëj një kërkesë tuaj, ore, nga dita që Adriatiku është martuar, edhe deri ditën që ky zotria ka qenë gjyqtar, a ka bërë ndonjë gjyq Adriatiku në këtë gjykatë dhe sa kohë ka qenë gjyqtar? E dini ju që nga dita që jam martuar... Altun Qela është... Po, nga dita që jam martuar unë, sa i ka ik nga sistemi, e dini që kanë kaluar edhe më 2 muaj. Unë jam martuar në 10 të 2017. A i ka ik nga sistemi kur ti je martuar me vajzën e ti? Po 2 muaj, more. Dhe shkoni dhe pyesni, a ka bërë... Nuk keni qenë në periudhë dashurie të gjatë? Kemi qenë mor pa tjetër, po kjo quhet dhe dashuria, mirë. Shkoni, atëherë... Quhet dhe dashuria, mos e... Edhe në dashuri bëhet. Atëherë, shkoni dhe bëni pyetjen. Uztit gënjej. Nga dita që ky djali është evidentuar i dashuruar. Pra nga dita ku di unë, universiteti. Qartë. Edhe deri ditën që ka i nga sistemi. Sa gjyqe ka bërë Adriatik Klapa në gjykatën e Sarandës? A shkoni do të ta bëni këtë? A shkoni do të? Unë mund të tërkoj njeri, po tani mos më qëtë deri. Ose mund të vetës tani verë është, vetë edhe në det. Do me thënë... Po mos më hitë dhe në Sarandës. Një sekund. Ma spjego tani ti. Po, unë po të them, nga dita e parë, që unë kam nisë punën si avokat, në 2014, dhe deri ditën që ai zotria ka ik nga puna, unë ja kisha ndaluar vetes, mor zotri. O Adriatik, Vjerin mund të ndihmosh. Ore ti mund të tres kriminali ta mbrosh, dhe jo Vjerin mund të ndihmosh. A mund të shpjegoj tani? Po shpjego. Nga dita që kam mbaruar shkollën, po të them, dhe jam bërë avokat, dhe deri ditën që ai zotria ka ik nga puna, unë ja kisha ndaluar vetes të bëja gjyqje në atë gjykatë. E kupton? 2 gjyqje që kam bërë, një kam bërë me trup Gjirokastre, dhe një është çështje banale që nuk ka lidhje, është çështje e thjesht fare. Nuk hyn fare dhe ka qenë me trup gjykues tjetër, nuk ka qenë fare. Pra, e kupton ti çfarë mundësie kam pasur që atëherë, jam ruajtur të mos veja fare, hiç. Fare. Fare. Vazhdo me pyetjen tjetër. Tani, 12 kandidatë, se nuk mbaruam me këtë të parën që ju thashun, që aty unë kuptova që Për te ligjit që nuk e ndalon njerë, se unë kam një ligj që mu theq, është ligji për avokatin. Gjë një nen që thotë që po ke një familjar... Të thash, por pjesa dërmuese për pjekja ishte që ti të kapeshe pikrisht tu. Tani, dhe avokati u rotuan nga çdo anë. Shiko, u rotuan nga çdo anë. Pasi u morën me Sorosin dhe e panë që spinte më uja, jo, kë ka pas ky me njohë në biografi, ky që ka i martuar me vajzën e filanit. Çfarë thonë njerëzit? Njerëzit thonë gjyqtar, po gjyqtarët njerëz të korruptuar, ti bjem këti, te Vjeri. Po unë jam unë. Ore ai dhe mund ta ketë shkel ligjin hau i vetë mërua. Shkoni atje, hetojeni, gjykojeni, bëni çfarë doni, unë tani mbaj përgjegjësi për se s'ka dhe logjik. Ke mbajt në një përgjegjësi për Vjerin në jetë. Vjerim e shjetoni vend tjetër dhe nuk ka s'ke mbajt në pare lidhje. Po të do mbaj, po që se... Unë s'mbaj do të për njeri, do me thënë, përveç se veprimeve të mija. Se njeri u tani, po të vi Adriatik dhe thotë që unë nuk mbaj për Vjerin. Po ka shkeli që të bëjmë, da mbaj unë. Duke qenë dhe... Hetojnë, gjykojnë. Po më po, te këto që kam letë unë, që imi mblodhën gazetarët, ka këtu, te vetingu i këti e të gjitha, gjenë 2-3 raste. Faqja kaqë më tonë mua kaqë, po unë nuk kam dërmën të Po të shkojnë t'i bëjnë. Tani, 12 kandidat fiktivë, se ju më thatë në fillim të, se pak më përpara, një pyetje më përpara që unë kuptova që mandati është juaj tani. Dhe këtë drejt, 80.000 vota, zotëri, me gjithë 12.000 që ti kanë transformuar, me mënyrat që din t'i bëjnë më mirë këta të menjërdit. Tu të shpjegova që më pyete. Po, pra.
Mandati është juaj. Tani, Po, 12. por 12 kandidat fiktiv të listës mbyllur, duhet të japin të heqin dorë. Edhe? Por tani kemi një problem. Se Rama 83 ka, mund t'i duen 84. Po, edhe? Edhe fut në njerin nga ata dhe ta merë. Tani, ato Gjë dorëheqjet ndodhur. janë dorëzuar tani. Eh? Kur thamë ne vumë familjarët ndaj vumë që të kish këto lloj garancie, nuk ka. Ne besoj që besoj që në këtë vend duhet njerëzit normal të thonë bravo që bët garë. Ne dolëm nga listat e hapura. Pra ne kemi garuar. Unë kam qenë i 18 në Tiranë pas 12-që, si bje i 30-i. Tani njerëzit duhet të thonë kush u fut të garoj, kush pati guxim, nuk u fshe në listat e partisë. Po, Ne këtë kemi bërë. Por unë e kuptoj që është haut, jesh i drejt dhe tu është demokraci në një vend që është mësuar me kleptokraci edhe Adriatik, po të lutem shumë tani. Po. Të lutem shumë, se je i voglër. Dhe duhet e kuptash. Shiko saj, e merë Lulzim Bashën doktori në Kosova, a i kolarisur i zhvetë, pastu me teritalet bukurat gjitha, me tip teritalesh, dhe erdi e buri aty. E merë tjetrin e vë aty, e merë të gjithi marrin dhe i vendosin si kukulla si nuse, kur janë femra si nuse dhe si kukull meshkuj. Tani, zotri, edhe ty të marrin atë mos u habit, të merë Rama bën 84, se ka 12 për para, mo. 12 se që këni veni aty, tezja, tjetri. Mos ki asi merak. Asi merak? Okej. Eci. Tani, një nga pyetjet që vinte nga një pjesë e mirë e kundërshtarëve tua ishte që fushata juaj ushtri në shumë qytete. Po, në çdo cep. Organizuan eventet mëdha në diaspor, patët të pranit fort në media dhe rrjetet sociale. Në rrjete, në media jo. Ne s'kemi Në media dilnja dhe tani, mos ja fut kot. Ne kemi qenë më pak të përfaqësuarit muajt e Mos e tani kështu qashin gjithë, po nuk... Jo, unë s'jam qarë kur. Ku kem qarë? Kem dëgjuar në herë të qajnë. Për media, që të them unë pëse s'mënzore ti. Jo, bashkë ne kemi zgjidhur. Të ka ndërruar gjithmonë. Ka mesazhet shkruara këtu, ti dërgoj për ti tregoj. A lere tani, hajde se... Jo, vetëm jo. Lere, vare tani. Lere s'është... Po jo, unë s'kam asnjë gjë me ty. Sinqerisht po them, as kam patur dhe as kam. As se mendoj. Po ti e di barabar me mua këtë punë. Tani, ti e... Unë mund të kem me... Po jo... Nuk bëj pjesë e... Tani, pyetja ka qenë kush i pagon financimet e gjitha këto kush i mbulon. Faleminderit për pyetje. Tani ja vjen në kjo pyetjet e ty, kur të tjerë të harxojnë miliarda. Jo, përgjigjem. Po unë ta bëj. Përgjigjem. E kupton. Bën shumë mirë. Atëherë, ka pas 2 nivelet të angazhimit. E pa njerë, dhe në 30 shtator të 2024-ës, Lëvizja jonë ka qenë organizat. Ka funksionuar në bazë të ligjit për organizatat jo fitimprurse.